Mateo Borri nuk arrinti që të fitonte çmimin e madh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Mirë po nuk doli duar thatë nga kjo eksperiencë. Ai arriti të fitojë zemrën bukuroshes nga Kosova, Brikina Selmanit. Çifti i krijuar brenda shtëpisë së famshme arriti që të fitonte zemrat e publikut shqiptar dhe pas daljes në shtëpia më e famshme, në natën finale personi i parë që e priti krah hapur ishte Brikina. Në disa imazhet e publikuara shikohen Mateo dhe Brikina duke u puthur derisa bukuroshe mban në dorë një buqet të madhe me lule të dhuruara nga Mateo. Gjatë surprizës që u bë Mateos, babai i tij deklaroi se dasmën do ta bënte porta kalas, një premtim televiziv që me sa duket do të ndodhë shumë shpejt. Se si do të shkojë marrëdhënia e tyre, na mbetet vetëm të presim. Por një gjë është e sigurt, çifti ka fituar shumë fanca. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.